edhe kur u dha lajmi, ne mendum, u gëzum shumë, atë natë me njëherë dollëm, ata që ishëm në fshat, dollëm në Kodër. Jo, nuk ishte telefona, nuk ishte rrjete sociale, syti kishëm ka radiot edhe syti kishëm ka televizioni, edhe kur u dha lajmi, ne mendum, u gëzum shumë, dhe mendum se Miloševiqi dhe qeveria e tij nuk do të mundën të përballojnë as 3-4 ditë edhe do të dorëzohen, edhe pse shtetet mike të NATO-s e bombarduan 78 ditë, 78 ditë pat të merr, po edhe besim edhe një siguri se megjithatë liria do të vijnë. Ishëm shumë të lumtur. Unë vi nga një fshat, është Gadime e Ult, që është e njoftën për shpellën, edhe mbi kodrën e shpellës, atë natë me njëherë dollëm, ata që ishëm në fshat, dollëm në Kodër të shiqojmë edhe ishte madhështore, ka i poshëm coqet ushtarake që u bombardojshin, ndizej flak, ne e poshëm repetitorin edhe aeroportin e Goleshit, u poke Prishtina ka, dhe thëtë, unë ndryqate qyteti për i bombardimeve, poshëm vetëm qiellin e kuq nga Gjilani. Kështu ishte një kënaqësi shpirtërore që megjithatë të merrit edhe luftës po i vjen fundi. E ndjenim se po vjen liria, apo jo? E ndjenim se po vjen liria. Ajo ishte ndjenja që e përjetonit në ato momente? Ajo ka qenë një ndjenjë që tash për gjeneratat e reja që nuk